Shikues të nderuar, në këto momente do të lidhemi drejt për së drejti me gazetaren Monada Mehmeta, i lidhur me faktin se përgjatë kohëve të fundit është diskutuar gjërësisht mbi faktin se Mbretëria e Bashkuar ka pritur në Londër samitin ndërkombëtar 2 ditor kundër krimit të organizuar dhe emigracionit, me pjesëmarrjen e rreth 40 vendeve, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Irakun, Vietnamin dhe vendin tonë Shqipërinë. Por çfarë është diskutuar më së shumti, do të lidhemi tani drejt për së drejti me gazetaren Monada Mehmeta, e cila do të na tregojë në detaj. Monada, ne kemi drejt për së drejti, përshëndetje. Përshëndetje, jemi drejt për së drejti nga Parlamenti i Strasburgut. Ky summit i cili është mbledhur ka temë kryesore pikërisht temën e emigracionit, e cila ka qenë karta kryesore që disa parti që konkuruan në zgjedhjet elektorale në vendet e tyre në Europë patën si kartën më të fortë për të fituar zgjedhjet. I gjithë ky summit bëhet në kuadër të një gjeopolitike e cila nuk është shumë e përshtatshme për sa i përket Europës dhe klimës me të cilën ndodhet Europa sot. Megjithatë, dinamika politike sa vjen dhe po rritet, po përshkazohen planet të cilat kanë të bëjnë me masat e sigurisë që po merren ndërkohë edhe në raste të jashtëzakonshme, ndërkohë që Komisioni Evropian ka deklaruar se të gjithë qytetarët evropian duhet të kenë një rezervë ushqimore të shumë mjeteve të tjera për rreth 72 orë. Monada, çështja e Le Pen, si u prit nga politika franceze dhe a pati një reagim nga Parlamenti Evropian ditën e sotme? Sot ka qenë një terminet në politikën franceze. Kjo nuk ka mbetur pa u përçuar edhe në të gjithë politikën europiane, madje edhe në atë transatlantike, pasi çështja Le Pen ka qenë çështja e cila ka patur një befasi dhe një përballje shumë të nxehtë në një kohë shumë të shkurtër në thonjza për sa i përket vendimit që është marrë pikërisht për presidenten e tubimit kombëtar, ish Partia e Ballit Kombëtar këtu në Francë. Ndërkohë që të gjitha shtresat politike kanë qenë të tronditura, shumë prej udhëheqësve politik kanë dhënë opinionet e tyre rreth dënimit të zonjës Marine Le Pen sot, dhe nuk ka mbetur pa u prononcuar edhe Kremlini, i cili ka mbajtur një qëndrim kundra gjykatës së franceze dhe pro Marine Le Pen, ndërkohë Viktor Orban ka shkruar në rrjetet e tij sociale në gjuhën frënge Je suis Marine, pra unë jam Marine, dhe më pas kemi edhe lider të tjerë të partive politike në Europë, të cilët janë shprehur pro dhe kundra vendimit të cilit është marrë sot në gjykatën e Parisit për presidenten Marine Le Pen. Ka pasur edhe reagime nga grupet politike, Monada, si është shpritur ose si do të jetë në vijim? Grupet politike ka patur reagime, për shembull kryetari presidenti i partisë Insoumise këtu në Francë, Mélenchon, është shprehur pro Marine Le Pen, duke kujtuar këtu se ai pak më përpara ka shkruar edhe një libër i cili parandalon të gjithë ata që kanë akuza për sa i përket korrupsionit për të kandidatuar si deputet, ndërkohë që ai është shprehur pozitivisht për sa i përket çështjes Le Pen, pra ai është në krah të Le Penit, ndërkohë që dënon gjykatën evropiane. Në orën 20 ka qenë një intervistë ekskluzive në stacionin TF1 të francez, ku zonja Marine Le Pen ka hedhur akuza kundër gjykatës, kundër shtetit të së drejtës, i cili nuk është duke u zbatuar në Francë. Ndërkohë që zoti Elon Musk ka shprehur dhe ai indignitetin e tij për këtë moment në të cilën ndodhet zonja Le Pen dhe ka thënë që do të ketë dhe një reagim nga Donald Trump, ndërkohë që ka një val deklaratash të cilat janë në një mendim që mendojnë që
pikërisht është duke u goditur e djatha ekstreme. Partitë e majta nuk kanë mundur që të fitojnë votat nëpërmjet rrugëve elektorale dhe tashti po bëjnë një gjë të kundërt me këtë dhe janë duke akuzuar liderët politik të së djathtës. Monada, ndërkohë, në ditën e sotme edhe është hapur plenarja në Parlamentin Evropian. Unë do doja të ndaleshim se jo të diskutojmë gjërësisht disa detaje mbi faktin se çfarë pritet, le të themi, të marrë vëmendjen kryesore për gjatë kësaj plenare. Po, kjo plenarje ka një agjendë shumë të ngjeshur, ndërkohë duke bërë lidhjen me atë sa ju më pyetët për zonjën Le Pen, më lartë nesër do t'jetë një konferencë shtypi e grupit të patriotëve, ku do t'jetë pikërisht zoti Bardella, i cili do të zëvendësojë zonjën Le Pen të gjitha detyrat të cilat nuk do t'i lejohen pasi gjykata ka dhënë vendimin dhe pritet për çuarje në vendimin e apelit. Dosja Le Pen në apel mund të shkojë mbi 1 vit, gjë të cilën do ta parandalojë atë që të jetë kandidate për zgjedhjet presidenciale të Francës të vitit 2027. Nesër do të jetë një konferencë shtypi dhe besoj se do të shfrytëzohet pikërisht për këtë situatë në të cilën ndodhet Partia e Tubimit Kombëtar këtu në Francë dhe mendoj që do të jetë një intervistë shumë interesante dhe përpara saj do të jetë pikërisht një konferencë shtypi e të djathtës italiane dhe besoj se këto dyja konferencat e shtypit do të marrin këtë drejtim, pra si po trajtohet e djaththa ekstreme në Europë. Agenda është tepër e ngjeshur, janë zgjedhjet të cilat janë vënë në agendën e Parlamentit Evropian për sa i përket kësaj jave. Nesër në mëngjes do të jetë një nga debatet më të forta, ku do të jetë presidentja e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen, dhe presidenti i Komisionit Evropian, zoti Antonio Costa, të cilët do të vlerësojnë bashkë me eurodeputetët dhe do të validojnë të gjitha vendimet që janë marrë në samitin e 20 marsit. Ndërkohë që agenda përfshin dhe zonjën Kallas, e cila do të drejtojë 2 seanca të cilat kanë të bëjnë me sigurinë me të cilën po kalon Europa sot dhe cilat duhet jenë masat paraprake që Europa do të marrë në këtë situatë përpara të cilës ajo gjendet. Ndërkohë që ka dhe seanca plenare që do t'i kushtohen, për shembull sot ka qenë seanca plenare për buxhetin e vitit 2026, pra është marrë në shqyrtim disa etapa kryesore të cilat përfshin buxhetin e vitit 2026, i cili është në hartime sipër, dhe do të ketë jetë edhe çështja e Izraelit, do të kemi dhe çështje të tjera për sa i përket energjisë, automobilistikës, pritet të kemi gjithashtu edhe ndryshim të agendës. Pritet të ketë një ndryshim të agendës, pra do të ketë tematikat të tjera që do të diskutohen. Po, disa eurodeputet sot në hapje të plenares kanë propozuar edhe disa tematika të tjera, të cilat do të duhen të diskutohen për te politikës, pasi Europa shqetësohet edhe për sa i përket ekonomisë, energjetikës edhe gjithë komisioneve të tjera që përbëjnë Bashkimin Evropian dhe Komisionin Evropian, të cilat veç e veç në Bruxelles kanë nxjerrë konkluzionet e tyre sipas specifikave të cilat ata kanë trajtuar. Pra këto janë tematikat shtesë që do të jenë fokusi kryesor që janë përmendur edhe në ditën e sotme si një ndryshim agjendë. Kush janë konkretisht dua të di? Do të jetë pikërisht për sa i përket industrisë automobilit makinave, është shumë shqetësuese, si për shembull për vende si Gjermania, ndërkohë që po mundohet që të zbutet paksa ky dëm që është shkaktuar për shkak të situatës ekonomike, për shkak të politikave të gjelburta, të cilat e kanë ulur ndjeshëm
pikërisht shitjen e makinave, prodhimin e tyre, ka dhe disa propozime për sa i përket të gjithë kësaj industrie, se si mund të gjenerojnë në një industri tjetër, do të shikojmë në seancë plenare, cila do t'jenë propozime, do t'jenë shumë interesante, por është shumë shqetësuese, ndërkohë që kjo industri gjendet dhe përballë tatimit të cilit Donald Trump i ka vënë Europës 25%, me datë 2 prill fillon lufta tregtare për sa i përket rritjes së tatimeve mbi mallrat e import-eksportit që do të zhvillohen midis Europës dhe Amerikës. Pra duket sikur ekonomia është fokusi kryesor, Monada, me çfarë kuptoj edhe nga çfarë biseduam deri më tani bashkë. Dihet që sigurisht janë një tematikë e rëndësishme lidhur me marrëdhëniet mes vendeve, po ashtu sikundër edhe shkruhet gjithmonë, unë marr rastin për të lexuar faktin se janë lidhur shumë edhe për të nxitur imigracionin e paligjshëm, zinxhirin e furnizimit me anije të vogla, trafikimin e qenieve njerëzore dhe financat e paligjshme janë analizuar në këtë summit. Në përfundim, ndoshta për të kuptuar të gjithë summitin e organizuar, kush ishte, le të themi, përfundimi i arritur që sigurisht vazhdon, po megjithatë të paktën çfarë është kuptuar deri më tani lidhur me ekonominë jo vetëm, edhe me çfarë unë si përmenda. Për sa i përket çështjes së emigracionit, ka teori të ndryshme, por janë duke u zbatuar masa shumë të rrepta, por kahu për i cilit po zbatohen masat, pasi këto vende nuk e kanë përjetuar emigracionin në masa ashtu sikur se vjen nga Afrika e Jugut apo sikur ka ardhur nga vendjet e lindjes, nuk kanë arritur të gjenë një pikë të përbashkët për sa i përket parandalimit të këtij emigracioni. Pra, ashtu sikur se kemi bërë dikur neve në Vlorë që kemi nxjerrur ligjin që ndalohen skafet që komunikojnë bashkë me Shqipëri, Itali, pra që të vinte fluksi personave të cilët kalonin në bregun tjetër të Italisë, pra që kishte për të bënte atëherë pikërisht me një memorandum. Ky moment akoma nuk është në një linjë të përbashkët me të gjithë ata të cilët duhet ta përkrahin këtë NIMS. Po, Monada, do doja të të pyesja gjithashtu në fund, si e pe deklaratën e kryeministrit Keir Starmer, i cili në një moment ka thënë se krimi i organizuar dhe imigracionit duhet trajtuar si terrorizme. Deklaratë e fortë. Mendoj që është pak më e fortë se sa duhet, por them se kjo fortësi kryeministrit i vjen pikërisht nga fakti se Anglia përjeton me momente të forta për hir të emigracionit dhe ndërkohë që po të kemi një panoram të Spanjës, do shikojmë që Spanja i ka hapur dyert emigracionit dhe kemi një rritje ekonomike të Spanjës pikërisht në këtë moment që Europa po kalon një periudhë krize. Pra duhen parë specifikat e çdo vendi në veçanti, jo të gjithë mund të punojnë me një ritëm të përbashkët për sa i përket këtyre specifikave, ndërkohë që Pedro Sanchez i ka habitur të tërë duke patur një ngritje ekonomike në këtë moment që Evropa nuk është në momentin e saj më të mirë ekonomik ashtu sikur se ka qenë para luftës ukraino-ruse. Qartë, Monada, të falenderoj për kohën dhe opinionet tuaja, sigurisht është gjithmonë kënaqësi t'ju keme.